Qa nuk doja? Kjo është më rënda. Ne nuk flisnim. Kjo është më rënda, Jo, nuk ka më e rënda lidhje. është që më the në 30 janar, jo. Dhe isha në gjunjë para teje. Kjo është më e rënda dhe fjalët që the pastaj të cilat unë të gjithat i kam falur. Se erdhat përqafova. Në që se përqafon një njeri, janë të falura gjërat. Po do t'i kthejmë një kaputje vetë vjetër, jo më po t'flas për Jozin. Dhe po të them, ki kujdes, sepse naiviteti yt, Unë kam shprehur një pëlqim në këtë shtëpi. Po Perëndi, do më dëgjosh, çiltërsia jote, po të them, dëgjoj më formulimin, çiltërsia jote dhe mënyra se si luan, jo luan lojën, luan, bën gallat. Po, keq interpretuar. Në shtëpi, po, është keq interpretuar. Dhe unë po ta besoja këtë gjë, por kam dënjur, kanë kaluar kohë, kam parë që i e përpjekur sa herë që më shifja qeshje, ke dashur dhe unë, ti mua, nuk më ke prerë kokën, as dinjitetin tim. E kam vetëm dinjitetin tim, thjesht në mërzita jashtëzakonisht për atë që ndodhi. Por, po të kisha mendje tjetër, nuk do të përqafoja aty të sola, dhe as nuk do kërcenim bashk, dhe as nuk do pranoja dje të gjitha që të falenderoj shumë për të gjithë gjën që bëre dje dhe e ke parë se të kam përqafuar. Dhe unë të kam përqafuar, të kam shtrënguar fort. Nuk kam bërë një përqafim, por, unë, po ta them, por unë këtu në shtëpi, nuk do bëj marrëmendjen e Jozit. E di pse se jemi dy këtu? Jemi 6 metë në shtëpi. Jemi dy këtu. Janë 14 të tjerë në shtëpi. Dhe pastaj do ngjendem para një të papritur që do më thonë filani kështu dhe unë s'do dish të them. Si unë si ti. Prandaj po të sqaroj, prandaj thash, unë nuk kam marrë të bëj muajin e mjaltit këtu në shtëpi. Se po doja muaj mjalti, të kisha njohur jashtë, s'kishim nevojë të futemi në bërë. Ose hajde ikim. Po më martohemi dhe ikim. Hajde. Ja kërcasim një dhe pas 2 muaj që futim dhe një divorce dhe në rregull jemi pse. E pra, atëherë përfituar Big Brother. Faleminderit shumë. Por ja njoha ty që të urreja nga jashtë, po që të njoha. Ka pas momentet në këtu në shtëpi se s'kam dashur me të pa me sy, sepse nuk e për të ndjehem shumë keq. Nuk e kam marruar asa këtë gjë që unë brenda kësaj shtëpie kam pëlqyer dhe jam shprehur vetëm për Lajert Vasilin. Dhe mua nuk më intereson fare se çfarë kanë thënë për Gjibanin, për Jozin, vazhdojnë të flasin prapë për Jozin, për Gjibanin, kapi dhe në çun tjetër, sepse nuk më intereson. E rëndësishme është se si ndjehem unë dhe çfarë ndjej unë. Po, e rëndësishme është se ndjehesh ti. Dhe unë nuk e kam ndërmend më të mërzitem për asnjë njeri këtu brenda. Bravo, këtë të them dhe unë. Unë nga që kam kuptuar këtë, ndodhi çfarë ndodhi dhe jemi këto 2-3 ditë që jemi mirë me njëri tjetrin.